për plasën keq Kiara Tito dhe Dojna Mema. Moderatorja e njohur Kiara Tito ka reaguar publikisht pas deklaratës së Dojna Memës, e cila ditë më parë tha se Kiara kishte hequr nga followers në Instagram pa asnjë arsye. Në një intervistë për emisionin Mirëmbrëma Yje, Dojna kishte shprehur habinë e saj për këtë veprim duke thënë: "Kiara më ka hequr nga followers dhe nuk e di pse." Edhe pse nuk e zgjeroi komentimin tutje, fjalët e saj lanë të kuptohej se mes dy moderatorëve dikur kishte ndodhur një ftohje. Megjithatë, mbrëmjen e sotme në Goca dhe Gra, Kiara Tito vendosi të sqarojë situatën dhe të jap fund zërave që qarkullojnë prej ditësh në rrjetet sociale. "Nuk e kam hequr unë, më ka hequr Dojna vet. Të diskutosh këtë është si diskutim adoleshentësh. Kemi qenë kolege, kemi pirë kafe, kemi ngrënë bukë në një shtëpi. Nëse do ishte kjo merakosje kaq e madhe, do ta kishte bërë një bisedë jashtë kamerave", u shpreh Kiara. Ajo shtoi tutje se shpesh është sulmuar pa drejt në media, por nuk ka dashur të viktimizojë apo të ndërtojë vëmendje mbi konfliktet me të tjerët. "Hajde të themi emrin e Kiarës dhe hajde të klikohemi. Unë nuk bëj karrierë me emrat e të tjerëve. Shpesh jam sulmuar pa të drejtë, por nuk jam viktimizuar."